Suleiman Ahmeti, nga fshati Smolic e Gjakovës, jetoj që 35 vite në Gjermani, po sikur gjithë të rritë që koha më largu, për arsye se u dufke me shku ushtar, edhe ika erdha drejtën Minhen. Atëherë kom shumë më vështirë se nuk e kemi pas kërkan këtu. Kur kemi ardhë, më thonë, nuk e kena ditë asë në cilin qytet po shkojna, vetëm në Gjermani. E tash kush po vjen, tash shkon të dikush, tash është shumë ma letë. Shumë ma letë, mirë po me kohën atëherë edhe këtu jena adoptu, sepse ja kanë njësë se cili, jo vetëm unë, po se cili që ka orë këtu, ja kanë njësë me punu, edhe kështu. Mas pari kam marrë në Minhen, dhe mas 3 muaj atëherë në Deggendorf, e tash këtu në Plattling, që 20 vite. Po, na nuk e kena vendosë, sepse na orë këtu si azilanta, edhe vis na kanë shkep. Dikush në Deggendorf, dikush Straubing, dikush Regensburg, dikush Nürnberg, e kuta di në kohë dhe mu në Deggendorf. Pasport e marrë në Kosovë për moshës 14 vjeçare, së bashku me Satlatën, në bashkë, kena ushtru, Ise Kurtin, a i na ka mësu neve, nuk jeton ma. Ise Kurti i Smolicit ka qenë edhe kampion i New Yorkut në Amerikë, edhe Pejat Hershit na këna pas onosionin si e sati, kena ushtru, atër këtu ku kam marrë vetëm kam vazhdu. Me njëherë, pej moshës 18 vjeçare, regullisht këtu në Gjermani, pej moshës 18 vjeçare që kam marrë, dhe më thonë kena ushtru. Unë për veti vish me bodybuilding, edhe pse tash djali na ka boj bokser, bukuj mirë, po unë për veti s'kam buksu kur. Po onër e kam pas gjithmonë, sepse edhe në fshatin Smolic e kena pa bo një fitness round. Po kone vogël, po ushtrejshim krejt rinia katundit. Edhe qashtu atëherë atje ja kena nisë, vish që atje nuk u konë me antarë, do me pagesa dishka, po mbledhshim edhe ushtrejshim. E këtu e kom pas gjithmonë onër edhe që 17 vite e kom fitnessin. Shumë shtirë, po qashtu të shparit, se u do të më përgadit mirë, edhe në fillim ja kena nisë pak e ma thjesht, atëherë, se cilin herë, pej mujtë në muj, nga vitin vit, edhe vetëm ma shumë kena investu, ma shumë kena preparu, ma shumë edhe qështu. Po në këtu e ofrojmi me makinat e fitnessit, mashinet dhe më thonë, i kemi live fitness, Schnell, edhe tash bodybuilder, këtu e gjeretat ma të rejat, për momentin që të nëmë gereta që i kom pru, këto kanë ardhë javën e kalune, i kom pru këto. Atër kemi edhe sport test, edhe kështu prekor. Ne ofrojmë këto jo vetëm fitness, po kemi edhe sauna, boxen për fëmi edhe për tritun, edhe aerobik për femra. Për momentin jemi ka 800-900 që dy pari shkon për nalë për poshtë. 99% vetëm fitness ushtrojnë, kurze, box. Tash bodybuilding nuk është ma dhe ja koha ku shumë ushtrojnë, ndështë si kam as 5 bodybuildera që ushtrojnë. 90% në Gjerman, po ka dhe nacionalitetet tjera. Edhe shqiptarë kemi. Und locker. Und 5 hoch. Mehr. Und locker. Wie in Ring, genau so. In Ring musst du auch 5 Sekunden, 2 Sekunden, 3 Sekunden hast du verlieren. Komm. Rück. Und hoch. Mehr, komm. Komm. Mehr, komm. Ich will dir deinen Papa, der zerlegt dich. Komm hoch. Komm hoch. Der hoch. Da musst du explodieren. Und Zeit, hoch, 5. Komm. Und hoch. Komm. Und locker. Se cili prej nesh, ne jemi të orientuar ma shumë ka futbolli, edhe fëmijë i qojmë gjithmonë mas pari në futbol, me lujtë futbol. Kështu edhe që edhe djali madhe jam i ka lujtë futbol, edhe mbajali i ka lujtë, edhe i vogli ja ka nisë Samia me lujtë, po mas një kohë e kom vrejt që është individual sport. Do më thonë,
E kum pa që kështë qefi që me hingoll, për shambull, dhe shku këto afrë në fshat është edhe një klub i boksit amateur, edhe veç me e provu, këna shku, edhe 5 ditës parë, dhe më thonë, i ka pëlqy shumë, i pëlqej shumë edhe atërë veç më lutë për ditë, më largu për futbolit me boksu. Realiteti është që gjithmonë, po më parasysh, a që në futbol, apo në tenis, apo në sportar, mas poj klima është. Klima e djemve vajzave aty që ushtrojnë edhe trenerit. Nëse aty fillon mirë, atëherë mundet më shku gjithë të në marë. Treneri e ka pritë shumë mirë, Denis Kurt, të mja përmene emnin, shumë njeri mirë, shumë është një trener i mirë. Edhe pe atëhershit atëherë aty jeti veç atëherë u lutë këtë që më largu për futbolit. Unë e du shumë, dhe më thonë, në përgjithësi sportit, gjithë limit sportit, jo vetëm bodybuilding ose boks ose kudadi, ose futbol për se cilën. Edhe normal që na si familje e kena ndihmu për çdo san që ka qenë nevoja, edhe ai atëherë mja nisi mas një viti e boni meqin e parë. Kena fillu me humbje, kjo është të vërtet, po ajo ke edhe ma mirë se aty shijet atëherë sportisti apo nalet, se jo hupa, apo kthehet edhe ma i fort. Edhe atëherë ka vazhdu vetëm me fitore, atëherë është bo os Brajshe Majsta, Syt Brajshe Majsta, Brajshe Majsta, edhe këna shku në gara Gjermanisë që e kanë zonë venin e dytë në Gjermani. Realiteti si atëherë si tash unë e ndimoj vetëm në kondicion, në ushtrime, dhe më thonë, fizike, ja plëtsoj gjdo kusht, kurse për në boks kemi, dhe më thonë, treneri. Tash për momentin është edhe në Nürnberg, është të përgadit për meqin e 9 majtë, që kemi për BBO junioren Weltmeisterschaft. Ushtron paradite një ore gjys, që aty pari, edhe në pramjet, dhe më thonë, ushtron një atë në bjuar. Po gjeri sa aj e dënë këtë sport, e adhuran, atëherë normal që unë e ndimoj, edhe aj mund të më shkuvish për parën, sa ma në altë, sa ma mirë, mas poj me thonë shnash, kja është me e mira, deri që tash ka shku shumë marë, inshallah, hecë edhe qështu me faqët barë. Po, për momentin është VBC Weltmeister, dhe më thonë është kampion botën VBC junioren, tash është, dhe më thonë, qëllimi që me 9 maj ta mojmë edhe VBO, inshallah, funksionon mirë, gjithë sen, atëherë, normal që është tala 22 vjeqarë, është tala i ri, po, pse ja nisin këta në shumicën e rastë me boks, se kur t'i këqyrin meqet e boksit, dhe mas rinia, atëherë, për shembull, Florian Marku, është një bokser i veçantë, Jürgen Uldedaj, është një bokser i brutal, tash Armen Gjorgjaj, Granit Shala, këta janë boksera që janë fascinuar prej Robin Krasniqi, që janë fascinuar rinia, mas shumë ti. Shpresojmë, sa ma shumë, jemi kretë knaqë, ne ku shkojna, sa shkojnë në përmeqe, ku shkojmë në për Gjermania dhe jashtë Zvicër, Austria, në këneni, kemi shumë shikueshmëri, normal që këtu puna fitnessit, kam edhe shumë Gjerman, po ka edhe shumë shqiptarë që vinë. Kja është një pajisje shumë e vjetër, ka qenë München, atëherë e këna marrë, e kom marrë ma shumë për arsye se i kom pa fotografinë që ma ka të regu ai plak që ka qenë Arnoldi të ushtru, dhe më thonë, ka ushtru, e konë në qatë fitness ku ka ushtru vetë Arnoldi me dhe e kom blej me njerë, e kom pru këtu, e kam këta e ruj shumë, këta nuk e shes kurt, edhe është me e vjetra, është në bi 65 vjetë e vjetër, edhe i kam ma treja që jenë që 1 muj ditë, më thonë, apo 2 muj janë që ka dalë kja firmë shumë re që kjo bodybuilder, janë këto. Këto janë, dhe më thonë, tipit të funit, bodybuilder. Ma shumë preferohen prej femrave, kuptohet, ama normal që edhe moshkujt, që dhe mësë në këtë gëret, mundën me ushtruhe, ama janë ma shumë për femra. Për momentin hala jo, sepse e di që alo s'kan më ri, jo që ata një kanë dalë si rista, se normal që në Kosovë me njëherë shkojnë. Në Kosovë, sukur makina, dhe më thonë,
shumë i shoh në Prishtinë, shka këtu si shoh. Janë fitneset shumë moderne në Kosovë, shumë të mirë. Unë i njoh 2 fitnesa, sidomos Esat Lata që e ka domethënë në Gjakov fitnesin, unë sa shkoj aty të ushtrej, edhe Alban Dobroshin në Prishtinë. Aty edhe djali jam domethënë sa herë të në pushim në Kosovë, ai shkon te Albani e ushtron, e përgatit, është një trener i veçantë. Edhe merr shumë kohë për Samion. Në Kosovë janë, çka mu më pëlqen në Kosovë, në çdo fitness studio i me ka 2-3 fitness trainer apo fitness trainerin që me të vërtet punojnë shumë. Ajo më ka pëlqyer shumë. Po me datën 9 maj e shtune, nga ora 22:30, fillon meçi mes Julian Vogel e Sami Ahmeti, WBO Weltmeistertitel. Ka shumë shqiptarë në Berlin, Leipzig, Magdeburg, e ne jemi aty Halle Saale, domethënë mes Leipzigut edhe Berlinit, që ka mu kap, ardhmen na përkrah shumë mirë. Sepse edhe për këtu i Deggendorf, Flatling, Dingolfing, Minhen jemi minimum një 200 apo 250 veta që të prohërasim pak e takalli një gënjë.